Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Merrni 3 gjethe dafine dhe përdoreni në këtë mënyrë dhe do trajtoni këto probleme. Gjethet e dafinës janë fantastike për shëndetin e të gjithë organizmit. Ato janë përdorur që në lashtësi nga mjekësia popullore për trajtimin dhe përkurimin e shumë sëmundjeve. Këtu ne do t'ju tregojmë një kur të vjetër e cila përdoret për shërimin e sëmundjeve të stomakut, urthit gjithashtu. Përgatitja e kurës me gjethe dafine. Për përgatitjen e kësaj kure, juve do t'ju nevojiten 10 gjethe dafine të thata dhe njëkohësisht të grimcuara dhe 4 lugë gjelle me lëkura portokalli të grimcuara. Përziheni bashkë dhe hidhni në një tenxhere me 1 litër ujë dhe ziheni për plot të 10 minuta. Pasi të keni zjerë, lëreni enën të mbuluar për 20 minuta dhe më pas kullojeni. Ëmbëlsojeni me mjaltë dhe konsumojeni 3 herë në ditë përpara vakteve. Përfitimet shëndetësore të dafinës. Shëndeti i tretës. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tuaj tretës, duke nxitur kështu urinimin dhe si rrjedhoi, duke ulur nivelin e toksinave në trup. Dafina gjithashtu stimulon të vjellat në rast se mund të jeni helmuar nga ushqimi. Përmbajtjet organike të gjetheve të dafinës gjithashtu ndihmojnë dhe qetësojnë stomakun apo zorrët e trazuara. Problemet me frymëmarrjen. Vaji i gjetheve të dafinës njëkohësisht mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe gjithashtu për të kuruar disa nga problemet të cilat lidhen pikërisht me frymëmarrjen. Nëse ju nuhasni avullin e gjetheve të zjera të dafinës, do të ndiheni shumë herë më mirë. Avulli njëkohësisht do të zbusë sekrecionet dhe do të shkatërrojë bakteret e bllokuara në aparatin tuaj tretës dhe kështu ju do të ndiheni edhe më mirë. Avulli do të zbusë sekrecionet dhe do të shkatërrojë bakteret e bllokuara në aparatin tuaj të frymëmarrjes. Femrat shtatzën nuk duhet të përdorin vajin e dafinës. Përmirëson shëndetin tuaj të flokëve. Gjethet e dafinës janë fantastike për të gjithë organizmin dhe ato janë përdorur që në lashtësi nga mjekësia popullore për trajtimin dhe përkurimin e shumë sëmundjeve. Këtu ne do t'ju tregojmë një recetë të vjetër e cila përdoret për shërimin e sëmundjeve të stomakut dhe të urthit gjithashtu. Përgatitja e kurës me gjethe dafine. Për përgatitjen e kësaj kure juve do t'ju duhen 10 gjethe dafine të thata dhe njëkohësisht të grimcuara dhe 4 lugë gjelle me lëkura portokalli njëkohësisht të grimcuara. Përziheni ato së bashku dhe hidhni në një tenxhere me 1 litër ujë dhe ziheni për 10 minuta. Pasi ato të kenë zier, lëreni enën të mbuluar për 20 minuta dhe më pas kullojeni. Ndërkohë, ëmbëlsojeni me mjaltë dhe konsumojeni 3 herë në ditë para vakteve të ngrënies. Përmirëson shëndetin e flokëve. Nëse ju dëshironi që të përmirësoni shëndetin tuaj të flokëve dhe të hiqni qafe zbokthin, atëherë përdorni gjethe dafine. Lagini gjethet në ujë dhe me to fërkoni skalpin e kokës pas larjes. Përbërësit kimik të dafinës do të heqin zbokthin dhe njëkohësisht do të zbusin lëkurën tuaj të thatë. Kundër inflamacionit. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është aftësia për të paksuar njëkohësisht inflamacionin në organizëm. Gjethet të gjithashtu kanë në përmbajtjen e tyre një element të njohur si partenoid, i cili redukton irritimin në kyçe ose në zona të caktuara të cilat mund të jenë prekur nga artriti. Shëndeti i zemrës.
Gjethet e dafinës gjithashtu përmbajnë acid kafeik dhe njëkohësisht rutin, dy substanca që përmirësojnë shëndetin tuaj të zemrës. Rutini forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi kafeik largon njëkohësisht toksinat nga kolesteroli i keq dhe nga sistemi kardiovaskular. Ankthi dhe stresi. Dafina ka një efekt tepër lehtësues dhe njëkohësisht qetësues. Së bashku me trumzën Barzilokun, dafina ka në përmbajtjen e saj linalol, një substancë e cila ul hormonet e stresit në organizëm. Hormonet e stresit, të cilat çlirohen në një periudhë afatgjatë, janë të dëmshme për trupin, ndaj gjethet e dafinës të ndihmojnë që ju të qetësoheni edhe në momentet tuaja më stresuese. Ndërkohë, gjethet e dafinës mund të përdoren për të trajtuar variqe dhe dhimbjet e kyçeve. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 60 gram gjethe dafine të njoma ose të thata, 500 ml, vaj ulliri ose thënë ndryshe 2 gota, mund të shtoni edhe rozmarin për aromë. Së pari coptojeni dhe shtypeni gjethet e dafinës, hidheni në kavanoz qelçi dhe më pas mbulojeni me vaj ulliri. Mbylleni kapakun fort dhe lëreni në një vend të errët dhe të freskët për 14 ditë. Her pas here shkundeni kavanozet e qelçit në mënyrë që të lejohet përzierja e një trajçme. Pas 2 javësh shkullojeni lëngun me një nap të pastër. Vajin shërues futeni në një shishe qelçi dhe mbajini në një vend të ftohtë dhe njëkohësisht të errët. Vajin me dafin ju mund ta ngrohni në avull dhe më pas ta përdorni për të fërkuar kyçet dhe gjymtyrët të cilët ju dhëmbin. Përveç kësaj, vajin shërues mund ta përdorni për të trajtuar ulçërën limfatike, migrenën dhe infeksionet e veshit. Nëse keni dhimbje të forta koke, aplikojeni në 2 anët e kokës. Dhimbja do të ikë brenda pak kohëve. Konsumimi. Këtë vaj ju mund ta përdorni për problemet me stomakun, mëlçinë dhe oreksin. Mund të konsumoni një lugë gjelle në mëngjes esëll për plot 30 ditë. Kurën e përsërisni në rast se do ta ndjeni të nevojshme. Me dafin kundër gripit. Kura me avullin e lëshuar nga dafina i hap rrugët e frymëmarrjes dhe njëkohësisht zhbllokon hundët. Pasi uji të ketë marrë val, hiqeni atë nga zjarri dhe hidheni në një enë tjetër më të pastër. Mbulojeni kokën me peshqir dhe mbajeni fytyrën pranë enës tuaj. Merrni frymë thellë duke nuhatur aromën e këndshme të dafinës dhe shurupi i kollës i përgatitur në kushte shtëpie tashmë do të jetë gati. Dafina përbën një mënyrë tepër efikase edhe për të trajtuar kollën tuaj të thatë. Sidomos, kura kundër kësaj kolle përgatitet shumë lehtë në kushtet e shtëpisë. Në një tenxhere ose çajnik, ne ju udhëzojmë që të hidhni 2 gota me ujë dhe më pas 6 gjethe dafine. Pasi të kenë zier për plot 15 minuta, kullojeni lëngun dhe lëreni të ftohet. Lëngun më pas hidheni në një tas qelçi dhe aty mund të shtoni 6 lugë gjelle me sheqer kaf dhe lëngun e një limoni. Përzijeni mirë të gjithë përbërësit me njëri tjetrin dhe futeni lëngun në një kavanoz me kapak, të cilin mund ta ruani në frigorifer për 7 ditë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.